Kryeministri Edi Rama po merr pjesë në samitin e nivelit të lartë të NATO-s që po zhvillohet në qytetin e Hagës në Holand në 24 dhe 25 qershor. Në qendër të këtij samiti janë diskutimet për forcimin e mbrojtjes kolektive, rritjen e shpenzimeve të përbashkëta dhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Kryeministri Rama do zhvillojë një takim dypalësh me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në këtë takim pritet të jetë edhe Igli Hasani, ministër për Europën dhe punët e jashtme, Piro Vëngu, ministër i mbrojtjes, Vlora Heseni, Arben Kinxhi, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, ku në qendër të bisedimeve pritet të jetë siguria në Ballkan dhe më gjerë. Kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama do të marrin pjesë në darkën zyrtare të organizuar nga mbreti William. Të pranishëm në këtë aktivitet do të jenë edhe të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse në samit, përfshirë liderët e SBA, BE-s dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në rrjetin e tij social në Facebook, Rama shkruan: "Kënaqësi të takoja sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilin folën për angazhimet e samitit Ballkanin Perëndimor, investimin madhor për portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak e po ashtu edhe për përgatitjet e samitit 2027 në Tiranë. Mbi 10.000 oficerë sigurie janë angazhuar për mbarvajtjen e samitit, duke u angazhuar me forca toksore, helikopter dhe patrullime në det, ndërsa me interes priten punimet e së martës, ku do të vendoset për një qasje të re të mbrojtjes nga aleatët, në një kohë me disa konflikte ushtarake në lindjen e mesme dhe luftës 4 vjeçare në Ukrainë.